një zemër e mbushur me fjalën e Perëndisë. Ndërsa ne lexuam të vargje tek libri i shenjtë, vargu 9 na thot: si mund të mbaj të pastër rrugën e tij, duke u përmbajtur fjalës sate. Me gjithë zemrën time të kërkoj, mos më lër të largohem nga urdhërimet e tua. Fjalën tënde e kam fshehur në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Lëvduar qofsh o Zot, mëson statutet e tua. Me buzët e mia shpall gjithë vendimet e gojës sate. Gëzohen në rrugën e dëshmive të tua, si në gjithë shka pasuri. Meditoj mbi porositë e tua dhe shikoj rrugët e tua. Kënaqe me statutet e tua. Nuk do të harroj fjalën tënde. Pra, ndërsa bëjmë këtë pyetje, si mund të mbash rrugën të pastër? Si mund të mbajmë neve rrugën ndërsa ose jetën tonë, ndërsa neve qëndrojmë ose të shprehemi në këtë mënyrë, ndërsa neve ndjekim Perëndin, ndërsa neve kërkojmë që t'i shërbejmë Zotit. Psalmi 119 është psalmi më i gjatë në Bibël. Ai ka 176 vargje, ka 22 strofa, sipas alfabetit hebraik. Pretendohet që e ka shkruar Davidi këtë psalm duke kërkuar që t'i mësonte edhe alfabetin hebraik të birit. Vargu 9 deri në 16, që pasazhi ose strofa që neve lexuam, është strofa e dytë, ku poeti pyet si mund të jetoj i shenjtë njëri, sepse në mosha e re, pra është ajo mosha më e vështirë, ku ti ke plot energji, ti ke plot forcë, ti ke plot fuqi, ti ke plot potencial, po ndonjëherë është e vështirë që ti kontrollosh. Zoti përgjigjet dhe thot, duke ruajtur fjalën e tij. Kjo nuk quhet thjesht të lexosh, nuk është thjesht një lexim, por është të kesh dashuri për fjalën e Zotit. Vargu 11 na thot, fjalën tënde e kam fshehur. Po ku e kam fshehur? Në zemër. Fjala hebraike zapan do të thot e thesarizuar ose e fshehur si një thesar që mbahet në një kasafort ose në një vend të sigurt. Edhe ku ka më të sigurt, pra, se sa vetë zemra. Tek vargu 105, pra, tek 119 na thot, fjala jote është si një llamp për këmbët e mia. Fjala na udhëheq çdo ditë. Pyetja e parë ose si të themi hapi i parë, ndërsa bëjmë këtë pyetje, si ta mbash zemrën të pastër, si ta ruash jetën të pastër, si ta ruash rrugën tënde të pastër, atëherë duke mbajtur parasysh të parë. Ruaje fjalën e tij në zemrën tënde. Fjalën tënde e kam fshehur në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje, thot psalmisti. Ruaje nuk do të thotë thjesht të mbash mend, do të thotë të dashurosh dhe ta çmosh fjalën. Neve kemi shpesh njerëzit tanë moshatar e vlerësojmë shumë faktin, pra, kur themi që të dëgjosh një të vjetër se mëson shumë gjëra. Por gjithashtu thot fjalët, këshillat e të vjetrit mbaj vas në vesh. Pra, mësoj ato, nguliti në mendje, ruaj ato. Po kur bëhet fjalë për fjalën e Perëndisë, po kur kemi të bëjmë me fjalën e Perëndisë, që është akoma më e rëndësishme dhe ka më shumë vlerë sesa fjalët e një të moshuarit. Po tek psalmi 119 vargu 100 thot, unë jam më i zgjuar se të moshuarit, thot psalmisti. Po pse? Sepse thot zbatoj fjalën tënde. Një mësues i urtë e ruan fjalën si thesar. Fjalët e urta, kapitulli 2 vargu 1, nëse e prish me vesh fjalët e mia. Pra, nëse unë nuk e dëgjoj siç duhet, por ajo është një thesar që duhet të ruajtur. Jezusi citoi shkrimin kur u tundua. Ai e kishte fjalën brenda vetes tek Mateu kapitulli 4, vargjet 4, 7 dhe 10, kur djalli kërkoi që ta tundonte, të kërkoi që ta sfidonte. Por tha, ai është shkruar. Pra, e citoi atë, e kishte bërë pjesë të vetes të tij. Ashtu siç neve kemi pjesë të jetës tonë fjalën e prindërve ose këshillat e prindërve tanë, tani ne që jemi të rritur dhe jemi prindër vet, e kemi pjesë të vetes tonë, e kemi pjesë të jetës tonë, këshillat, urdhërimet, mësimet që na kanë dhënë prindrit tanë. Edhe ne dhe themi tani, unë kshu jam rritur, unë nuk mund të ndryshoj dot. Aq më tepër kur bëhet fjalë kur dikush të sfidon që të dalësh nga natyra jote, se si ti je ndërtuar, se si ti jeton. Një praktikë tjetër është të mësosh përmendësh fjalën e Perëndisë. Fjala e Krishtit të banojë me bollëk në ju, thot Kolosianët, duke mësuar dhe këshilluar njëri tjetrin me gjithë urtësi. Kolosianët 3:16. Kërkoje, të kërkosh fjalën e Perëndisë me gjithë zemrën. Me gjithë zemrën time të kërkoj, mos më lër të largohem nga urdhërimet e tua, thot psalmisti. Kërkim me gjithë zemrën nuk kupton vendosmëri, jo kërkim të rastit, por kërkim me pasion. Është një thënie që thot, gjej diçka që ti ke pasion, në mënyrë që mos punosh asnjë ditë në jetën tënde.
sepse nëse ti e ke pasion, e ke kënaqësi atë që bën, nuk ndjen lodhje, e bën me dëshirë, e bën me zemër. Jeremia 29:13 premton: do të më gjeni kur më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Lutja dhe fjala shkojnë bashkë, të dyja hapin zemrën ndaj Zotit. Davidi lutet dhe thot mos më lër. Ai e di dobësinë e tij dhe mbështetet në hirin e Zotit. Pra nëse e kërkojmë Zotin, Perëndin, ti do ta gjesh. Dhe nëse e kërkon me gjithë zemrën, ligji për të rirë 4:29. Fshehi, mbroj që të mos mëkatosh kundër tij. Nëse fjalën tënde thotë e kam fshehur në zemrën time që të mos mëkatoj kundër teje. Vargu 11. Fjala e Zotit është brenda zemrës, krijon një filtër shpirtëror kundër mëkatit dhe gënjeshtës. Por kur mëkati dhe gënjeshtra të sulmojnë, përgjithashtu bëhet dëmburoj. Fjala e Zotit kur është brenda zemrës, krijon këtë filtrin pra. Por jo vetëm kaq. Ajo nuk ka vetëm ato rregullat e jashtme sipërfaqësore, por në zemrën tonë ne pësojmë një ndryshim të brendshëm. Dhe ky është në fakt qëllimi i Zotit. Jezusi tha, nëse qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtet dishepujt e mi. Gjoni 8:31. Pra, praktika para çdo vendimi, pyesim çfarë thot fjala e Zotit për këtë situatë. Edhe do të kemi më të lehtë edhe mënyrën se si ne të sillim, edhe mënyrën unë neve duam që të marrim vendime. Mbiri im thot fjalë të urta 7:2. Ruaj urdhërimet e mia dhe do të jetosh. Ruaj mësimet e mia si bebzën e syrit tënd. Mëso statutet e tij. Lëvduar qofsh o Zot, mëso statutet e tua. Psalmi, pra vargu 12 e Psalmi 119. Psalmisti lutet drejt për drejt, do thotë edhe i kërkon Perëndis më mëso. Ai di se njohuritë e vërteta i jep vetëm Zoti. E dyta Timoteu 3:16 dhe 17 thotë gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Zoti dhe i dobishëm për mësim, korrigjim dhe inkurajim. Studimi i Biblës nuk është një detyrë fetare, që ta konsiderosh thjesht fe, por është privilegj i fëmijëve të Perëndis, e dikujt që ka vendosur në zemrën e tij ket Zoti. Lexo ligjin gjithë ditën dhe gishti i Perëndis nuk largohet nga ty. Dhe ashtu dhe libri yt nuk do të ashtu dhe mendja jote, zemra jote nuk do të largohet nga fjala e Perëndis. Gjithashtu një kërkesë tjetër ose një hap tjetër që Perëndia na kërkon neve është që ta shpallim fjalën e Perëndis në buzët tonë. Me buzët e mia shpall të gjitha vendimet e gojës sa. Shpallja nënkupton të tregosh me gojë atë që ke mësuar, të dëshmosh e të mësosh të tjerë. Romakët 10:17 thotë besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Krishtit. Kur flasim fjalën e Zotit, ne jemi si mund të thuash si mikrofoni, pra shpallja e nderon atë. Nuk duhet të jesh teolog, që të kesh një master, një doktoratur, që të shpallësh fjalën e Perëndis. Perëndia nuk ka nevojë për këtë. Mjafton që ti ta tregosh atë, edhe atë çfarë fjala ka bërë në jetën tënde. Pra çfarë kemi dëgjuar, çfarë kemi njohur, çfarë na kanë treguar etrit tan, ne nuk do të fshehim bijve tan gjithashtu. Ashtu dhe siç neve themi sot, madje babai im sot e kësaj dite thot ka thënë gjyshi jot, ose pastaj thot akoma më shumë ka pas lënë gjyshi im ka lënë një lloj këshille, hiq dorë nga e keqja për shembull, që e themi të gjithë. Ose një thanie që prindrit tan nuk lodhen kurrë, thani është nuk ka gjetur nuk ka pasur begati ai që është larg fjalës së Zotit, por është ai që të kërkon të ndjeki Perëndin. Pra, është ai që kërkon të kërkoj Zotin me gjithë zemrën. Edhe akoma më shumë kjo është e vërtetë që neve mësojmë edhe sot. Paktën ata që kanë sy, kanë zemër për Zotin, e shikojnë në jetën e tyre se si ka vepruar Perëndia. Perëndia gjithashtu na udhëzon dhe na thotë gëzohu më shumë se çdo pasuri. Psalmisti këtu te vargu 14 thotë gëzohem në rrugën e dëshmive tua si në gjithçka. Psalmisti e gjen gëzimin e vërtet në fjalën e Zotit. Që thotë nuk është detyrim, por kënaqësi e brendshme. Pra gëzimi shpirtëror është shenjë çfarë? E shëndetit të zemrës. Jo pasuri, jo fam, por që është fjala e Perëndis. Tek Psalmi kapitulli 1 vargu 2 thotë gëzimi i tij është ligji i Zotit dhe mbi ligjin e tij meditoj ditë e natë. Kur fjala bëhet gëzimi yt, asgjë tjetër nuk mund ta marr vendin e saj. Ligji i gojës sate është më i vlefshëm për mua se mira, ar dhe argjend. Një tjetër përkthim e thotë se mira monedha, ari dhe argjendi së bashku. Psalmi 119 vargu 72. Të meditosh ti kujtosh, siç themi neve, me fjalën e Perëndis në mënyrë që ta dish me gjithë mend se çfarë bën Perëndia për ne.
Meditoj mbi porositë e tua dhe shikoj rrugët e tua, thot psalmisti. Meditimi biblik nuk është bosh, është mbushje aktive e mendjes me të vërtetën e Zotit. Josueu 1:8 thot mos të largo librin e ligjit nga goja jote, medito ose medito ditë e natë. Medito do të thot të ruminosh, ta ripërsërisësh atë çfarë ke mësuar, edhe të fillosh pastaj që ta asimilosh në mënyrë edhe që të mësosh. Për shembull, si kafsha që e ri për typ ushqimin. Meditoni thellë, praktik pra, pasi lexoni një varg, bëj një pyetje. Çfarë tregon ky varg për Zotin? Po për mua. Për mua, çfarë më kërkon për jetën time? Gjithashtu edhe Perëndia na mëson edhe diçka tjetër, thotë kënaqu në statutin e Perëndisë. Kënaqje në statutet e tua, nuk do të harroj kurrë fjalën tënde. Kënaqja ose kënaqësia është dhe harresa. Edhe ato, le të themi, momente të dhimbshme na ndihmon që të fokusojmë edhe tek gjërat pozitive. Pra, por gjithashtu edhe studimet thonë që kënaqësia e mban kujtesën gjallë. Ligji për të rirë 6, vargjet 6 deri 9 thotë këto fjalë do t'i keni në zemër, do t'ju mësoni edhe fëmijëve. Zoti na paralajmëron pra vazhdimisht kur do të begatosh, do të hecësh përpara, nëse do të hecësh përpara, nëse do të kesh begati, nëse do të kesh sukses, mos e harro fjalën e Zotit. Një praktik tjetër që neve shpesh e harrojmë dhe shumë njerëz e konsiderojnë si të ulët është që nuk mësojnë vargje përmendësh. Aplikime praktike do të ishte që t'i mbaj mend to 8 hapa, ta ruajmë, ta kërkojmë, ta fshehim, ta mbajmë të ruajtur në zemrën tonë, ta mësojmë fjalën e Perëndisë çdo ditë, ta shpallim fjalën e Perëndisë, të gjejmë gëzim në fjalën e Perëndisë, të meditojmë në fjalën e Perëndisë, gjithashtu të gjejmë kënaqësi. Fjala e Perëndisë në fakt është thesar për zemrën. Lum ai njeri që e zbulon këtë gjë, ose e kupton që fjala e Perëndisë është thesar. Psalmi 119:16 na mëson 8 hapa konkrete për të jetuar me fjalën. Kjo nuk është e jashtme, është marrëdhënie e brendshme me Zotin. Zemra jon formohet nga ajo që me atë çfarë ne e ushqejmë atë. Pra le ta ushqejmë zemrën me fjalën e Perëndisë. Premtimi i Zotit është: nëse qëndroni në mua dhe fjala ime qëndron në ju, kërkoni çfarë dëshironi. Kënaqem me statutet e tua. Nuk do ta harroj kurrë fjalën tënde, vargu 16. Unë uroj dhe lutem që kjo të jetë edhe si thua mësim për ne, që neve të mësojmë, kënaqemi, ta ruajmë fjalën e Zotit, ta praktikojmë fjalën e Zotit. Zoti ju bekoft.